Përshëndetje nga sofra shqiptare. Sot motra dashura vendosa që me ju të ndaj recetën e një turshie shumë të vjetër tradicionale, të cilën e kanë përgatitur dhe gjyshet tona më parë. Do përgatis kos të kulluar me domate të kuqe. Përgatitja shumë e lehtë e thjesht, nuk ju merr shumë kohë. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e turshisë. Këtu kam kos, recetën e kosit e keni parë, e kam postu në kanalin ton, pra kam kos shtëpie. Kështu në tepsinje vendosi një kullojse dhe mbi kullojse vendosi kështu një shami të pastër dhe hedhi kosin që të kullohet. Dhe lajmë që të kullohet dikon 6-7 orë, ose më shumë varet se sa të trash, vetëm e shihni se ka fillu që të kullohet kosi. Dhe më pas do i hedhim krip dhe do e kalojmë në kavanos. Këtu i kam domatet, pra domatet duhet janë këti lloji gjysmë të pjekura, si që shihni janë të forta, se si nuk guxon që të jenë domatet e buta. Kam 1 kilogram e gjysmë me domate, janë të mjaftueshëm. Këtu kam 4 kilogram e gjysmë me kos, kur të kullohen, dhe 1 kilogram e gjysmë me domate janë mjaftueshëm për një kavanoz 2 litra e gjysmë. Kosin e kam lënë dikon që të kullohet për 8 orë, pra dhe e largojmë tash nga shamia, si që shifni ka dalë shumë mirë, kurse me këtë lëngun mund të përgatismi pogace. Një ditë do përgatis pogace dhe do e shifni se si do del pogacja nga lëngu i kosit. Dhe kosin e kulluar e kalojmë kështu në një tjetër. Pra me shumë kujdes e kalojmë. Pra ju mund të alini që të kullohet e ende në qofë se doni. Mirë po më besoj se shmjaftueshëm kaq. Varet se çfarë trashësie keni kosin, qofse keni në trashësi më të hollë, atëherë e lini më gjatë. E kalojmë kështu në enë. Kosin e kulluar e kemi kaluar në enë. Ja kam matur lëngun gjithsej 1 litër e gjysmë me lëng ka lëshuar. Kam pas 4 kg e gjysmë me kos, do me thënë kanë ngel dikun 3 kg me kos të kulluar. I shtojmë krip. Krip mund t'i shtoni si pas dëshirës duke e provuar, dhe do i shtoj konservues, konservans. Kam pas shumë kritika rreth konservansit, mirë po pa tjetër sepse unë do e ruaj këtë turshi gjeri në pranver. Qofse e përdorni me njëherë, atëherë mund që mos t'ja hedhni, do me thënë qofse e përdorni mrenda 3 javë, 1 muaj, e runi në frigorifer, nuk i hedhni konservues. Pra pasi kam 3 kg me kos, atëherë do ja hedhi dikun 3 gram, pak më shumë se gjysmën e paketimit kështu. Ja shtoj kështu një lugë të mesme dhe kosin do e përzi mirë që kripa dhe konservansit përhapen në të gjithë masën. Përgatitja shumë e lehtë, thjesht dhe bëhen një turshi shumë e shijshme gjatë kohërave të ftofta. Në Ramazan të konsumohet, për si fyre, është shumë e shijshme. Përzi mirë dhe provojmë kripën sa është mjaftueshëm, qofse nuk ka hedhim përsëri, pra kripa gjithmonë provohet. Kemi përzir mirë masën, besoj se kripa dhe konservansin janë përhapur në përgjithë masën. Unë i kam shtuar përsëri krip sepse ka pas nevojë. Këtu kam domatet, si që kam cekur në fillim, kam 1 kg e gjysmë me domate, të cilat i kam larë mirë dhe ju kam larguar biçtat. Domatet duhen të jenë gjysmë të pjekura, duhet jenë shumë të forta, ase si zguzon që domatet jenë nga të butat, dhe vetëm pse let pjesën e sipërme e prejmë kështu pak me thikë, dhe të secila kështu hedhi pak krip në gryk, si që për shihni, dhe në mënyrë të njëjtë veproj me gjithë domatet. Kështu pak krip shtoj të këto vizat që të depërtojnë në brendësi, sepse kripa do i ruan, do i mbajnë në konservim.
Në mënyrë të njëjtë vazhdoj me të gjithat. Gjithë domatët i kemi prerë nga pjesa e sipërme dhe ju kemi hedhur krip, i lojmë kështu për një orë që ta marrin kripën, njëkohësisht dhe kosi do e merr kripën dhe konservansi pak do filloj që të shkrihet, pas një orët do i kalojmë në kavanos. Pasi domatët e kanë marrë kripën, dikon rreth një orë i kam lënë të qëndrojnë, atëherë do fillojmë që t'i vendosim në kavanos. Kavanosin e kam nga plastika, kurse ju mund të merrni nga qelçi nëse doni, nuk do ketë problem nëse është plastik apo qelç. Në fillim të kavanosit do rendisim kështu, do hedhim faktikisht kos të kulluar. Pra në fund të enës shtrojmë kos. Rendisim 1, 2, 3 domate në kavanos, varet se sa ze fundi i kavanosit, i shtojmë kos, pra një rend kos, një rend domate, një turshi shumë e shishme, një turshi shumë e vjetër, turshi me bilmet e cila përgatitet në këtë kohë, se nuk guxon të përgatitet kur është nxehtë, pra kur fillon që të freskohet koha, atëherë duhet që ta përgatisni. Vendosim kështu gjithë domatët. Ju mund të shtoni masat e domatëve të kosit, varet se sa dëshironi të përgatitni. Shtojmë kos derisa ta mbulojmë nivelin e gjithë domatëve, pra nuk duhet që të ngel shprastin nga rendi në rendin tjetër, duhet që të plotësohet me kos të kulluar. Pa kështu me lupë që të mbushen gjithë shprastirat. Vendosim domatet. Kemi mbushur dhe kavanosin, si që kam cekur, këto masa janë shumë përshtatshme për një kavanos 2 litrësh e gjysmë, pra 3 kg kos të kulluar dhe 1 kg e gjysmë me domate. Sipër ja vendosim kështu një kese najloni dhe hedhim pak vinobran. Vinobrani i rum që mos të myken, pra dhe nuk ju dëmton në shëndet pasi që vendoset sipër kesës. Dhe përsëri e mbulojmë vinobranin sipër dhe ja vendosim kapakun dhe kavanosin e mbyllim fort, pra duhet që ta mbyllim mirë që mos të deportoj ajrin në brendësi. Është mbyllur fort, ja largojmë këto pjesë të panevojshme. Dhe kavanosin e ruajmë në një vend të freskët, frigorifer do ishte më e preferuar, por pasi koha e freskët mundem dhe në podrum. Mund ta konsumojmë pas 3 javësh, kështu që ndron deri në pranverë, sepse i kam hedhur konservues, dhe kjo është mënyra se si përgatis unë kos të kulluar me domate të kuqe turshi. Gjithë ju motra që i provoni, ju bëfshin mirë, kurse ju motra që ndoni kohë për videot e mia, jepni komente të bukura, ju faleminderit, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.